Kur hipe për herë të parë në avion? Në avion kam hyrë për herë të parë në dhjetor të 57-s. Po shumë shpejt pas këtij. Po shikoj, neve shkuam në Bashkimin Sovjetik në Korrik. Po? Filluam me dhe përgatitje teorike. Po? Se praktika e më pashme e shkollës në Bashkimin Sovjetik për neve, për shqiptarët, ishte që një vit bënin përgatitje të përgjithshme të landët që ishte dhe në gjimnazit, në shkollës mesme. Të shkollës në Bek? Po, të shkollës mesme në tërsi, ashtu. Dhe mirë po neve mirë se kishim marru shkollën, kishim marru gjimnazit dhe kur ballafaqu me të dhënat, me njohjen për shkak të gjuhës ruse, se neve kishim bërë 4 vjet bashkim në Shqipëri rusisht. Rusisht që bërë? Po, kishim bërë. E një mirë? Mund të flisim me fjalë kuptoshëm dhe flisim me lirshëm. Po. Jo fare, lirshëm po do të flisim shumë mirë. Direkt ju hipën mbas 4-5 muaj në avion? Po, mbas 4-5. Tani unë këtë foto e kam shumë për zemër. Kjo foto është foto që bëshën paradat e FSS 21 nëntorit, paradat. Çfarë thua? Ai kryesori është avioni bombardues i mesëm. Ai i pari andej? Po, i pari. Mos është një nga ata që ke drejtuar ti? Jo, po, këto janë gjithë këta janë mik 17 janë këta. Po? Ka fluturuar me këta unë. Po jo unë këtu të kjo. Të kjo nuk je? Jo, të kjo s'jam unë. Sa mirë do ishte ti. Po i ke drejtuar këta? Po, i ke drejtuar, kam fluturuar me tjerë. Po pse si ti aty pse? Jo, po shikoj dashur, se unë kam marrë pjesë në parada. Po kjo ishte një parada që mbylli një parada. Kurse ne unë isha për shembull tek formacionet e tjera. E kuptoj.